Përsëri jemi së bashku për një iftar për shumë persona apo një iftar me mysafir, ku kam përgatitur fli në furrën elektrike, shumë e shishme dhe e thjeshtë për përgatitje. Kam përgatit sarme në një mënyrë pak më ndryshe se zakonisht, supë të shishme me një shije unike, gjoksa pule të fërkuara me thërmia buke dhe parmezan, pleskavica, receta origjinale, gullash i shishëm dhe i thjeshtë për përgatitje, patate të pjekura në furrë, patate të gatshme, tortë të shishme me biskota, pitolkat e Prizrenit, salcë me një shije shumë të mirë dhe sallatë sezonale. Besoj se kanë ju pëlqyer recetat kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj torte shumë të shishme, e lehtë për konsumim dhe thjesht për përgatitje, nuk ju nevojitet shumë kohë për përgatitjen e saj. Marrim një tenxhere të lloji që nuk xhet dhe në të shtoj 1 litër me qumësht. Pra jena duke përgatitur kremin. Tash ja shtoj një gotë 200 ml me sheqer, 2 të verdhat e ves, katër lugë gjelle me miell, 4 lugë gjelle me nisheste, 1 vanilë sheqeri për aromë dhe 1 lugë gjelle me kakao. Morim në një kullujse dhe hedhim kakaon që ta keni më lehtë, mos ngelet torta. Dhe kështu në kullujse e bëjmë dhe të kalojë kështu në pjesa të vogla. Mos ngelet torta në përmos. Pra për këtë iftar është kjo ëmbëlsirë vërtet ja vlen me provu. Tash masën vetëm se përzi mirë që mos ngelet torta. Kështu mundohem që ta fitoj një masë homogjene para se ta vendosi në zjarr. Pasi kam përzirë mirë masën, tenxherën e vendosi në zjarr dhe i zjarrin në temperaturë mesatare. E zi masën derisa ajo të fillon të vlojë, duke e përzirë kështu vazhdimisht. Njëkohësisht ajo do të trashet gjatë kohës së vlimit. Vetëm përzirja duhet bëhet kështu vazhdimisht patjetër. Masa ka filluar që të vlojë, është trashur mjaftueshëm dhe është gati të largohet nga zjarri. Kremin e kam largu nga zjarri, tash e kaloj kështu në një enë më të madhe që të ftohet. Mund ta lojmë dhe në tenxhere, mirëpo në një enë dhe kemi më lehtë sepse më pas masën duhet ta rrahim me mikser. Pasi e kam kalu tek ena e madhe kremin, atëherë ja vendosi sipër një polin najloni. Mirëpo nuk e mbylli mirë nga gjitha anët, janë kështu hapësi që të kaloje ajri që mos të bëhet shumë e lëngshme më pas dhe e lojmë kështu që të ftohet më së paku për 40 minuta. Kam përzi kremin mirë, duket kështu. Tash morim biskota kështu nga kakao, na duhen 400 gram për këtë torte. Në një enë shtojna 1 gotë 200 ml me Nescafe. E kam përgatit dhe e kam ftohur. Tash filloj që biskotat t'i kaloj kështu t'i zbuti tek Nescafeja dhe direkt i vendosi në tepsi. Unë kam marrë kështu një formë drejt kançe, një tepsi është më e përshtatshme kur ta përgatisim këtë torte. Qofse keni një kallëp drejt kançe dhe me kallëp mund ta përgatitni. Po kësaj radhë kam vendosur që në këtë tepsi ta bëj përgatitje.
Në këtë mënyrë bëjmë një rand me biskota duke I zbutur tek neskafja. Kam shtru rendin e parë tek tepsinja me biskota, gjithsej 12 biskota mu kanë dash për rendin e parë. Tash filloj që të kaloj kështu nga kremi. 2-3 lugë është mjaftueshëm e përhapim. Nduhem gjithë biskotat I mbuloj me krem. Kam përhap dhe kremin. Tash filloj që të bëj radhitjen e rendit të dytë me biskota. Këtë mënyrë vazhdojnë atutje me gjithë biskotat, një rand biskota, një rand krem, derisa të përfundojnë biskotat dhe kremin. Tash tepsia është atill që vend duke bërë më e gjerë. Atëherë për rendet tjera do na nevojiten më shumë se 3 biskota. Mirëpo unë në fillim do I rendes kështu nga 3 dhe më pas do bëj coptimin e biskotave tjera që t'i vendosi nga vendet e zbrasta. Kam renditur gjithë biskotat dhe kam shtru kremin në secilin rend, gjithsej kam fitu 4 renda me biskota. Tash e shtoj kremin e ngelur. Ka ngel pak më shumë se 3 lugë, kështu lugë të mëdha. Mundohem ta kaloj të tërën. Dhe përhapi mirë në gjithë sipërfaqen. Pasi kam hedhur shtresën e fundit të kremit, marr një tenxhere të lloj që nuk nxeh, në të shtoj 200 gram çokoladë për gatim apo çokoladë qumshti, varet se si doni. Çokolada me kualitet të lartë do të bëjë më të mirë tortën dhe ja shtoj nga 200 ml me ujë të ëmbël apo hoplla. Dhe mosën e vendosim në zjarr në temperaturë të ulët e shkrim që të bëhet bashkë kajka dhe çokolada. Kam largu nga zjarri çokoladën dhe ajkën, I kam përzier vazhdimisht në shkrinjer plotësisht dhe mosën tash ja kaloj tortës sipër. Mundohem që ta përhapi në përgjithësi sipërfaqen e tortës. Kam përhapur dhe shtresën e fundit me ajk dhe çokoladë. Tash tortën do e lë në ambient dome që të ftohet për 1 orë, më pas do e vendosi në frigorifer që të ftohet për 4-5 orë dhe më pas do jetë gati për konsumim. Për këtë iftar kam zgjedhur që të përgatis pleskavica me mishviçi. Marr kështu njëjtë madhe dhe në të shtoj 1 kg me mishviçi të bluar. Mish me kualitet cilësor mund të gjeni tek mishtorja Shaqe në rrethinën e Kumanovës. Ja shtojna 1 vezë të plotë. Shtojna melmezat, pak hudhër të bluar, gjysmë lugë të mesme, 1 lugë gjelle me viget, 1 lugë gjelle me biber të kuq, 1 lugë të mesme jo të mbushur plot me soda bikarbona dhe biber të zi. Shtojna 2 qep të bëra në blender, 2 qep mesatare. Tash ja shtojna gjysmë paketimi me fant për qoftë apo pleskavica siç është. Dhe I shtojna bukë bajate. Këtu kam marr bukë bajate, cilën e kam zbutur me qumsht. Nuk do I shtoj shumë, kështu ndikon 1 copë e bukës është. Dhe fillojmë që ta punojmë brumin mirë.
Sa më shumë që të punohet brumi, aq më të mira do dalin pleskavicat. Kështu me anë të dorës e ndjeshim brumin e pleskavicave mirë. Punojmë dikon rreth 10 minuta. Pasi kam punuar brumin mirë, tash marr një foli najloni dhe ja vendos enës, kështu. Dhe lë brumin të qëndrojë në frigorifer për gjithë natën. Në këtë mënyrë do dalin më të mira pleskavicat, do lidhet brumi më shumë, më të mira do dalin. Brumi i pleskavicave ka pushu për gjithë natën, ja largoj folinë e najlonit. Këtu në enë kam hedh pak vaj për t'i bërë duar që t'ja japin formën pleskavicave dhe na duhen letra për pjekje të prera kështu në formë katrore. Morim kështu për secilën pleskavic na duhet një copë letre kështu katrore, i bëjmë duart me vaj dhe fillojmë që t'ja japim formën pleskavicave. Në fillim formojmë një tokë kështu, një masi sa mandarinës. Mund të bëni në masi të ndryshme dhe vetëm se ja japim kështu në fillim formën e lëmuar tokët. Sa më të lëmuar që t'ja japim, aq më të mira do dalin pleskavicat. Forma do ju dalë më e mirë, besoj se shumë mirë. Dhe vendosi në letër, si për pleskavicës, vendosi përsëri një letër kështu prerë katrore. Pak me duar, bëj rafshimin, tash marr një shkop përgatim dhe munduhem që t'ja jap formën pleskavicës. Kështu, munduhem t'ja jap formën rrethore dhe në këtë mënyrë i jepet trashësia e mirë nga gjithë anët. E largoj tash letrën. Përsëri me duar, munduhem t'ja jap formën me të rrumbullakët. Dhe një herë pak, do ja vendosi letrën, pak qoshët, dy shtipi, malë shkopit. Ja largoj letrën, ja si duket pleskavica. Në këtë mënyrë vazhdojnë tutje me gjithë brumin. Gjithë brumit ja kam dhënë formën e pleskavicave, gjithsej nga ajo mas kam fitu 12 copë. Tash marr një tigan të grillit dhe hedhi pak vaj, jo shumë vaj, sepse kur të fërgohen pleskavicat nuk dojnë që të fërgohen në vaj të bollshëm, po vetëm duhet që të lihet tigani. Me anë të një brushe e lijm tiganin mirë nga gjithë anët dhe i zimzjarrin në temperaturë mesatare e nxehim mirë vajin. Vaji ka fillu që të nxehet, atëherë ulim temperaturën dhe mes tultës dhe të mesmes bëjmë fërgimin e pleskavicave. Në atë temperaturë, ase si zguzon në temperaturë të lartë apo të mesme, tash i morim kështu në anë të këtyre letrave dhe i hedhim në tigan. Shumë lehtë e kena të veprojna në këtë mënyrë. Ja largojmë letrën dhe pleskavicat i fërgojmë mirë nga njëra anë, dikon për 6-7 minuta ose më shumë që ose nevojitet, më pas i kthejmë nga ana tjetër. Kam fërguar mirë nga njëra anë, tash e kthej nga ana tjetër dhe nga ana tjetër munduhem që ta fërgoj mirë kështu në këtë mënyrë. Vërtet ka një aromë shumë mirë. Gjithçka e përgatitur në shtëpi është shumë e mirë se ato të vlera të gatshme. E dini se çfarë i keni hedhur në brendësi gjatë përgatitjes. Kështu munduhem që ta fërgoj dhe nga ana tjetër. Nga të dy anët e kam fërguar pleskavicën mirë, tash e largoj nga tigani. Kaloj në një pjat ku kam vendos peceta kuzhine një përdorimshë. Në këtë mënyrë ju largohet vaji.
Tash në mënyrën e njëjtë vazhdojmë tutje në përgjimin e gjithë pleskavicave, duke i kalu kështu në tigan, mas letrës, e largojmë letrën dhe i përgojmë nga të dy anët në mënyrën e njëjtë, nga 5-6 minuta. Menyn kryesore për këtë iftar do ta shoqëroj me sarma me lakër turshi. Filloj me përgatitjen, morim një tigan dhe në të shtojmë 100 gram me gjallë. Gjallë për shkryer plotësisht, tash ja shtojna 2 qep të bëra në blender, 2 qep mesatare. Qepët ja japin një shije shumë të mirë sarmave. Tash i përgojna qepët mirë derisa të zbuten ato plotësisht. Duhet bëhet përzierja vazhdimisht gjatë përgjimit. Kam përguar qepët derisa janë zbutur mirë. Tash ja shtojna orizin, oriz gjithsej do shtoj 250 gram, cilin e kam pastruar, kam lënë mirë dhe e kam lënë që të kullohet për 2-3 orë. E shtoj kështu. Dhe përsëri masën e përzim kështu mirë dhe orizin dhe qepën i përgojna për 3-4 minuta. Mjaftueshëm kam përgu orizin dhe qepën, tash i largoj nga zjarri. Pasi kam largu masën nga zjarri, tash ja shtoj mishin, mish do i shtoj 400 gram me mish të bluar. Unë gjatë gjithë muajit të Ramazanit kam përdor mish nga mishtoria Shtaqo, sepse mishi është aty me kualitet të lartë. Tash ja shtojna gjys tube me magdanos, cilën e kam coptu. Shtojna një vezë, një lugë gjelle me biber të kuq dhe një lugë gjelle me vegetë. Dhe tash masën e përzina mirë. Sa më shumë që të përzihet masa, aq më të mira do dalin sarmët. Pasi kam përzier harxhin apo mbushjen mirë, është bërë një masë e trashë që shumë lehtë ja japin formën sarmave. Tash morim lakrën turshi. Unë këtu kam lakër turshi, fletat lakrës, cilat i kam përgatitur vetë. Gjithë motrat që më shikojnë vazhdimisht e kanë parë këtë recetë. Tash morim dhe ja largojmë këtë pjesën e fortë të koçanës. Kështu. Nga një fletë e madhe e lakrës bëjmë 2 sarma. Kjo është gjysma dhe nga kjo gjysma formojmë një sarme. Marrim mbushjen dhe mbushjen kështu me anë të duarve ja japim formën e zgjatur dhe të hollë në formë të një cigare. Duhem edhe pak ta bëjmë të zgjatur. Tash bëjmë rokollisjen, ansorët pak kështu i lakojmë dhe fillojmë që të bëjmë rokollisjen në formë të një rolle. Përsëri sarmën e formuar e bëjmë në formë rolle. Ja në këtë mënyrë. Gaditja këtyre sarmëve është pak më ndryshe se sarmët e zakonshme që bën në forma të zgjata. Këtë mënyrë gjithë harxhit ja japin formën tek fletat e lakmës, duke marrë kështu harx, duke i dhënë formën e zgjatur. Vërtet bën shumë të shishme këto sarme, ja vlen mi provu. Dhe sidomos tash në Ramazan kemi mysafir, një recetë e shpejtë e shishme. Ma të hollë, munduhem ta bëjmë mbushjen.
Pasi gjithë sarmave ju kam dhënë forma, I kam vendosur kështu në një tepsi. Tepsia është me dimensione 30, është e përshtatshme për këto masa. Tash morim dhe ja përgatisim salcën që do t'ju hedhim sarmave. Këtu kam 500 ml me ujë val të nxehtë. Ja shtoj 2 lugë gjelle me pasta domatesh. Do ja jep një shije më të mirë pasta e domates. Tash vetëm se masën e përzi mirë. Që të përhapet në për ujë pasta. Tash morim dhe salcën ja hedhim sarmave. Mundohem që t'i mbuloj mirë gjithë sipërfaqen. Besoj se është mjaftueshëm. Dhe tash sarmat janë gati për pjekje, mirëpo tepsin do e mbuloj kështu me një letër për pjekje, cilën e kam lagur me ujë, e kam prerë kështu në formë rrethore në formë të tepsisë. Kam harruar që të them se sarmat duhet që të vendosen më të ngjeshura në tepsi njëra me tjetrën, sepse kur të pjeken mund t'ju ndryshoj forma kështu, kur t'janë të ngjeshura do ju rri forma ashtu siç është. Dhe sarmës tash do I fues në furrë nxehtë 220 gradë dhe do I pjeki rreth 50 minuta. Filloj me përgatitjen. Në fillim morim një tenxhere të lloji që nuk gjet. Unë këtu kam 1 kilogram me mesh, cilën e kam coptuar kështu në katrore mesatare, jo shumë të vogla. E kam coptuar më herët për arsye kohe. Përgatitja e këtij gullashit nuk ju merr shumë kohë, shumë shpejt mund ta përgatitni. Gjithashtu jam duke përgatitur me qepë të konservuara. Gjithë motra që më shikojnë vazhdimisht e kanë parë receptën se kur kam përgatit qepët e konservuara që t'i ruaj gjatë dimrit dhe të përgatis bite gullash. Unë I kam këtu në një kavanoz 720 ml, këtu ka pas dikun 1 kilogram me qepë. Do me thënë qoftë se përdorni 1 kile me mish, ju mund të përdorni 1 kilogram me qepë, mi po unë I kam të konservuara dhe e kem shumë shpejt të bëj përgatitjen. Masat e këtij gullashit janë për 6 persona. Në tenxhere shtoj 100 gram me gjallë dhe ja shtoj dikon rreth 50 ml me vaj. Besoj se është mjaftueshëm. Dhe I zjarrit në temperaturë mesatare e shkri gjallën kështu që të bëhet I lëngshëm. Gjallë për shkrier plotësisht, tash e shtojna mishin e coptuar në copa vogla. Dhe mishin do e përgoj kështu tek gjalpi në temperaturë mesatare, derisa t'i largohet ngjyra e kuqe. E përzim kështu, vazhdimisht. Mishin e kam përgu mjaftueshëm, e kam përgu dikon rreth 10 minuta, e vërejni dhe vet ju ka larguar ngjyra e kuqe. Tash ja shtoj qepët. Kuqe ceka dhe më parë I kam të konservuara. Kurse ju I keni kështu qepë të njuma të pa konservuara, atëherë I merrni dhe I sotoni në copa dhe ja shtoni mishin. Tash e përzi. Mirë. Besoj se mjaftueshëm kam bërë përzierjen. Tash ja shtoj një lugë gjelle me biber të kuq, një lugë gjelle me vegeta apo erza të përzime, një lugë të mesme me biber të zi dhe gjysmë lugë të mesme me hudhër bluar, 2-3 fleta dafine. Dhe përzi një herë, më pas dhe shtoj fletat e dafinës. Besoj se është mjaftueshëm. Ja shtoj fletat e dafinës. Dhe masën do e zi kështu për 25 minuta duke e përzier her pas here. Pas 20 minuta zirje,
marrim dhe ngjedhim një lugë të vogël, shtu lugë grotave çajit me lugë për përpjekje, e mbushim plot dhe masën e përzim kështu dhe e zim për 10 minuta tjera në të njëjtën temperaturë. Luri i përpjekjes ndihmon që qepët të treten më shpejt. Nëse përdorni edhe qepë të freskëta dhe në këtë rast siç i ka marrë, ndihmon që të treten, të bëhen patuar sikurse të bluara. Pas 10 minuta zirje, gullashet ja shtojmë 1 litër e 200 ml me ujë. Besoj se është mjaftueshëm. E përzim. Mirë. Dhe tenxherës ja vendosim kapakun dhe gullashin do e zim për 1 orë, pasi është me zhviqe, po të jetë me shlope, do e zim dhe më gjatë dhe do i shtojmë përsëri ujë nëse ka nevojë. Gullashi është zier mjaftueshëm, tash e marrim një pluhur për gullash apo ndryshe siç njihet pa. Besoj se ka kudo në Evropë, pasi është paketimi i Slovenisë, dhe është paketimi 65 gramësh. E marrim dhe hedhim në një më të madhe apo në një tenxhere të vogël dhe ja shtojmë 200 ml me ujë dhe e përzim vetëm se masën mirë kështu. Dhe e shtojmë te gullashi që të bëhet rashja e lëngut dhe të jep një shije shumë të mirë. Besoj se është mirë. E përzim tash masën dhe në të njëjtën temperaturë do e zim gullashin për 10 minuta tjera. Filloj me përgatitjen. Në një enë të madhe shtojmë 250 ml me ujë të vakët, një lugë e gjysmë të gjellës me maja buke. Unë jam duke përdor pluhur, nëse përdorni të freskët do ja hedhni 1 katrore dhe një lugë gjelle me sheqer. Sheqeri ndihmon që të aktivizohet mirë maja e bukës. Tash masën e përzim mirë kështu, rreth 1 minutë. Tash ja shtoj 50 ml me vaj. Përsëri e përzim masën, vetëm pak, jo shumë gjatë. Dhe ja shtoj millin, duhet që ta formojmë një brumë të ngjitur të butë, do na duhen dikon rreth 450 gram me mill. Dhe ja shtojmë një lugë e gjysmë të mesme me krep dhe brumin direkt kështu e punojmë me dorë. Punuar brumin, kam fituar kështu një brumë të butë të ngjitur, pak më i trash se brumi i petullave. Kam mbulu enën me një foli najloni dhe tash brumin e lën ambient rrëdhome që brumi të pushoj për 1 orë e gjysmë. Brumi i pitalkave është 2 fyshu, një largojmë kështu foli. Dhe e kalojmë tavolinë pune, hedhim miell në tavolinë. E kalojmë brumin, është bërë një brumë shumë i mirë, pasi ka pushuar mjaftueshëm. Tash brumin e punojna pak, kështu. Duhet që jetë brumi i butë, jo shumë i fortë i pitalkave. Kështu, do e ngjeshim tek milli dhe do forcohet pak nga milli dhe brumin e ndajmë në 4 pjesë të barabarta. Secilës pjesë mundohem që t'ja jap formën e një kulaçi, kështu duke rrokollis tek milli. Pasi kulaçve u kam dhënë formën, i kam vendosur në tepsin. Tepsin kam vendosur letër përpjekje dhe pak kështu do i hapi me duar. Vetëm pak, jo shumë. Dhe i mbuloj me një pecet kuzhine, i lë që të pushoj për 25 minuta. Këtu te kjo ena e madhe të shtoj thërmia buke dhe ja shtoj pak parmezan.
kështu të blerë të gatshme të bluar. Dhe vetëm se e përzi mirë që parmezani përhapet në përgjithë thërmijat e bukës. Tek ena tjetër, formoj marinatën. Shtoj një vezë, ja shtoj një lugë ullë bardhë 9%, 2 lugë gjelle me vaj, dhe ja shtoj melmezat, një lugë gjelle me veget, pak biber të kuq, gjysmë lugë gjellës me origano apo kopër, varet se çka ju qëllon në shtëpi, pak hudhër të bluar dhe biber të zi. I hedhi kështu dhe e përzi masën mirë. Pasi marinada është gati, thërmijat e bukës me prezllën janë gati, atëherë marrim një tigan të lloj që nuk gjet dhe në të shtojmë 200 ml me vaj. Vaj mund të shtoni dhe më pas, nëse ju nevojitet. Gjithashtu dhe marinat dhe të thërmia buke do hedhni më shumë nëse përgatitni për më shumë persona. Tash do i zjarrin dhe në temperaturë mesatare e nxehi vajin mirë. Vaji ka fillu që të nxehet, atëherë marr miell dhe sicilës file të pulës i hedhi miell kështu nga te dy anët. Pasi kam hedh miell, marr dhe e kaloj tek melmezat. Nga te dy anët, bëjmë me melmezat dhe e kalojmë tek thërmijat e bukës. Temperaturën e tiganit e uli pak, e lanë në temperaturë mes të ultës dhe të mesmes. Dhe kështu me duar i hedhi thërmia buke nga ana tjetër, më të mira do bëhen. Dhe direkt e kaloj kështu tek vaji. Në mënyrë të njëjtë veproj me të gjitha, kështu duke ju hedhur miell nga te dy anët, gjoksi pulës, më pas në melmeza. Temperatura më mirë është të jetë mes të ultës dhe të mesmes, sepse më të mira do bëhen, nuk do diqen. Kështu në këtë mënyrë veproj tuqe me gjitha. Hedhi thërmia, me duar kështu nëse i hedhi më të mira do bëhen. I skuqi mirë nga njëra anë dikon për 5-6 minuta dhe më pas i kthejmë nga ana tjetër. Gjoksi i pulës është skuqur nga njëra anë, tash e kthejmë nga ana tjetër. Dhe nga ana tjetër e skuqim në këtë mënyrë, ka një aromë shumë të mirë. Parmezani jep shije shumë të mirë, gjoksi i pulës, kështu kur përgohet. Është skuqur mirë dhe nga ana tjetër gjoksi i pulës, tash e largojmë nga tigani, kalojmë kështu një pjatë. Kam vendosur pecetë kuzhine një përdorimshe, t'ja thith vajin. Ka dalë shumë mirë. Tash në mënyrën e njëjtë fërgojmë dhe gjoksat tjera të pulës. Për fillim mirë, mënyra e njëjtë vazhdon tutje. Duke i kaluar nëpër melmeza. Për këtë iftar do përgatis dhe fli në furrën elektrike. Filloj me përgatitjen. Në një të madhe shtojna 2 vezë. Tek vezët shtoj një lugë gjelle me krep, 400 ml me qumsht,
dhe 200 ml me ujë të gazuar. Masën me një tel e rrohi mirë, kështu. Kam rrohur mirë masën, tash ja shtoj millin. Mill dikun do na duhen rreth 400 gramve. Mirë shtojmë një pjesë e përzim dhe në këtë mënyrë kontrollojmë trashësinë. Duhet na del pak më i hollë se çulli i flisë që e përgatisim jashtë, do me thënë që pjekim me saç. Në këtë mënyrë ja përgatisim brumin krepave. Pasi kjo është në furrën elektrike, në këtë mënyrë përgatiten. Në fillim i përgatisim krepat, më pas bëjmë palosjen. E përzim që mos ngele topa, shumë e rëndësishme. Kam përzier mirë masën, jam mundu që milli mos ngele topa, besoj se trashësia është mjaftueshëm. Tash do e vëreni trashësien kur ta kaloj në tigan. Tash filloj me fërgimin e krepave apo pallaçinkave. Morim një tigan apo stafat për pallaçinka apo një tigan në të cilin më parë kur keni fërgu nuk keni përdor asnjëherë lugë hekuri, por vetëm se fërgimin e keni bërë me lugë druri dhe e morim kështu me anë të një brushe dhe shumë pak e lijm tiganin me vaj. Nuk guxon që të lihet shumë tigani me vaj, vetëm se pak. Dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare nxehi mirë tiganin. Tigani është nxehur mirë, atëherë kalojmë brumin. Mbushim kështu një garushte mesatare, mirë po nuk e mbushim plot dhe kalojmë brumin. Se që vëreni, brumi nuk është i trashëm, është i hollë. Në këtë mënyrë do del plija shumë e mirë. Tash e fërgojmë nga njëra anë dhe më pas e kthejmë nga ana tjetër. E fërgojmë rreth 2 minuta nga kjo anë. Është fërguar nga njëra anë, tash e kthejna nga ana tjetër, kështu me një shpakull. Dhe nga ana tjetër mundohem që ta fërgoj kështu rreth 2 minutave. Kam fërguar dhe nga ana tjetër, tash e kaloj kështu në një pjatë. Është fërguar shumë mirë, ka dalë hollë, mjaftueshëm. Tash përsëri e li tiganin kështu me vaj. Vetëm se shumë pak dhe kështu në këtë mënyrë vazhdojmë tutje me gjithë krepat. E përhapi mirë dhe e fërgoj nga të dy anët. Vazhdojmë tutje në mënyrën e njëjtë. Si kam përzier masën mirë, atëherë marr një tepsi formë rrethore në masinë e krepave. Në masinë e tiganit kam pas tiganin me numër 26 dhe andaj tepsia është me numër 26 dhe në të kam vendosur një letër përpjekje dhe filloj që të bëj renditjen e krepave, kështu, mbi letrën përpjekje. Patjetër duhet i vendosim letër përpjekje, sepse për ndryshe nuk mund të largohet. Tash në çdo rend hedhim kështu nga vasa e përgatitur për lyrje. Mundohem që ta përhapim mirë në gjithë sipërfaqen e krepave. Një rend krep, dhe kështu në këtë mënyrë vazhdojmë tutje duke i renditur krepat dhe duke i lyer me masën e përgatitur. Vërtet është një flish shumë e sheshme. Ja vlen me provu. Gjithë masën e ngelur, ja hedhi sipër. E përhapi kështu mirë. Ka ngel pak më shumë se në përrendet tjera, mirë po nuk ka problem. E bën më të butë shtresën e fundit. Dhe flija është gati për pjekje, kam nxjerr furrën në 200 gradë dhe në atë temperaturë do e pjekin për 25 rreth 30 minuta.
Gjithashtu për këtë iftar do përgatis patate në formë të opthash, patate të gatshme, kështu në paketimet, unë kam hedhë 2 paketime, si për I hedhi vetëm se pak vaj, nuk ka nevojë që t'i hedhim krep apo diçka tjetër dhe I pjekim temperaturë në 20 gradë derisa ta marrin një ngjyrë të kuqërrendë. Përgatisim supën. Unë jam duke përgatit me përmasa më të mëdha, andaj jam duke shtu 2 lugë gjelle me margarin, ma një tenxhere kështu më të madhe, dhe I zjarrin dhe në temperaturë mesatare shkrinj margarinin plotësisht. Shkrinjer djalpin plotësisht, tash ja shtoj 2 karrota të bëra në rende, kështu të coptuara shumë imët, dhe ja shtoj një lugë gjysmë gjellës me miell, dhe masën e përzim kështu, rreth 1 minuti, temperatura është mesatare. Kam përzim masën për 1 minutë, tash shtojna dikon gjysmë gote çajit me makarona të vogla, cilat janë enkas për supa. Përsëri e përzim dhe për 1 minutë tjetër. Kam përzier mirë masën, tash ja shtojna një lugë mesme mbi biber të kuq dhe ulim temperaturën në minimale dhe përgojmë vetëm se për disa sekonda, shumë shkurt, dhe ja shtojmë tash ullin. Ulim temperaturën sepse nga cicia e madhe do të ketë, kur t'ja hedhim një presion të madhe do dalë masa nga emna. Shtojna 1 litër me lëng mishi viçit, gjithashtu dhe ja shtoj dhe 500 ml me ujë. Dhe rris temperaturën në të mesme dhe e lëm kështu që masa të vlojë. Masa ka fillu që të vlojë, tash ja shtojna 2 paketime me supë. Një nga kjo e lopës dhe një nga supë gjelle. Do bëhet një kombinim shijeve. Shtojmë kështu. Viget nuk ka nevojë që t'i hedhim, pasi supat e gatshme kanë mjaftueshëm. E përzim masën mirë. Tenxherës ja vendosi kapakun dhe e lëm kështu një vrim, kaloi avri dhe masën e zi në temperaturë mes pultës dhe të mesmes rreth 15 minuta. Përgatisim sosin, marrim një tenxhere dhe në të shtojmë 100 gram me këpurdra të marinuara, I kam pullu dhe ju shtoj vaj, dikon rreth 40 ml, dhe I zjarrin në temperaturë mesatare I përgoj këpurdra dikon për 2-3 minuta. Kam përgu mjaftueshëm, tash ja shtojna një lugë gjelle mbushur plot me miell dhe e përgojmë kështu masën, duke e përzir që mos digjet miellin, tash e ulim temperaturën dhe ja shtoj një gotë 200 ml shmeqosh. E përzim pak masën, dikon rreth gjysmë minuti, dhe ja shtoj ajkën e krikur, gjithsej na duan 400 ml me ajk të krikur. Shtojmë një lugë të mesme me veget, një lugë të mesme me oregano, e përzim mirë masën, gjersa ajo të vlojë. Dhe masa është gati që të largohet nga zjarri. Kjo është mënyra, motra të dashura, se si përgatis unë iftar për shumë persona, me ushqime të lloj-llojshme, me ushqime të shijshme. Gjithë jo që I përgatisni në këtë mënyrë, ju bëfshin mirë. Ju falinderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.